Situata në rrethin e Luqës pothuajse është normale përveç lunjës Karbunarës, kur nga Fshegani, Thana dhe deri në Kasharaj kemi pas intensitet të lartë qirave prej 3 orë rresht, që i kalon mbi 60 mm. Koha e shkurtër e rreshjeve vjen prurje të menjëhershme dhe ndodhin këto prurje që quhen dhe prurje katastrofike. Situata është në vëzhgim, në monitorim dhe nga Bashkia Luqe dhe nga ana jonë. Po në zonën e Divjakës kemi informacion ka toka bujqësore? Në zonën e Divjakës, e gjithë zona e Divjakës shkarkon me hidrovor. Hidrovori ka qenë non-stop në punë. Hidrometri sot është plus 50, që është vetëm pjesa fundore e saj të përmbytura dhe pjesërisht në ato vende ku ka gojzat pa hapura. Dhe atje sa po vjen dhe po përmirësohet gjendja në Divjak. Hajde, e marrë pra rritë.